Por shkak të dy ankesave nga kandidatët e PDK-s, shpallja e rezultateve të zgjedhjeve parlamentare potencialisht do ta prek datën e fundit të parashikuar, 26 qershorin. Kështu, edhe certifikimi i këtij procesi nuk pritet të bëhet para 6 korrikut. Veç pas kësaj kohe, kryetari i partisë që doli e para në zgjedhje planifikon që të fillojë bisedimet me parti tjera. Por sa të certifikohen rezultatet, fillojmë komunikimet me njëherë. Megjithatë, ende mbetet e paqartë renditja zgjidhjes së çështjeve pas konstituimit të kuvendit. Nëse duhet fillimisht të formohet qeveria apo të tentohet zgjedhja e presidentit. Nga përfaqësues të partive të cilat kanë fituar ulse në kuvend, nuk janë përgjigjur në interesimin e televizionit gjatë ditës për të marrë një qëndrim prej tyre. Megjithatë, sipas Melos Kolshit nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, kushtetuta nuk e përjashton asnjërin nga mundësitë. Sa i përket prioritetit se kush duhet të zgjidhet më herë, që qeveria apo presidenti, këto dy gjëra janë gjëra të ndara, vend nuk është që rregullohet specifikisht me kushtetutë. Këto duhet dhe çka duhet të jetë në qendër është një marrëveshje politike mes subjekteve politike, pasi që kjo është rruga e duhur, mandej çështjen e qeverisë dhe presidentit munden që ata ta vendosin vetë se si ata konsiderojnë që është e duhur për ta zgjedhur dhe për të kaluar këtë krizë. Por tjetër mendim ka profesori së drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu. Kushtetuta kërkon që në këtë rast do duhej më njëherë pas certifikimit të rezultateve, verifikimit të mandateve, dhënies së betimit të votetëve, konstituimit të kuvendit, zgjedhjes së kryetarit apo kryetares së re të kuvendit, dhe do duhet dhe presidentës, do duhet me prioritet presidentin apo presidenten ta kemi të zgjedhur, e ma vonë qeverinë. Pas certifikimit të rezultatit, menjëherë nisin të rrjedhin afatet për formim të institucioneve. Për konstituim të kuvendit 30 ditë, ndërsa për zgjedhjen e presidentit 60.